Ish ministri i mbrojtjes së Kosovës Armend Meaj ka reaguar në lidhje me dronët kamikaz të ardhur së fundmi nga Turqia, duke konfirmuar se marrëveshja për furnizimin me këto kapacitete ushtarake është nënshkruar gjatë kohës sa ai e drejtonte këtë ministri. Po, gjatë kohës kur isha në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, kam nënshkruar marrëveshjen e parë shtet më shtet me Turqinë, që përfshinte furnizimin me dronët Bayraktar dhe Puma, por edhe dron kamikaz dhe shumë armatime të tjera, deklaroi Meaj. Ai sqaroi më tej se marrëveshja nuk u bë publike menjëherë për shkak të konfidencialitetit dhe sigurisë operacionale në përputhje me marrëveshjen me partnerin turk. Sipas tij, marrëveshjet janë zhvilluar në mënyrë të koordinuar dhe në harmoni me praktikat e NATO-s, me mbështetjen e kryeministrit Albin Kurti. Gjithashtu, Meaj u përgjigj reagimeve të ashpra të presidentit serb Aleksandar Vučić për ardhjen e dronëve kamikaz në Kosovë. Dua t'i kujtoj Vučićit dhe çdo udhëheqësi tjetër serb se Kosova është shumë më e fortë ushtarakisht se sa para mendohet, paqja në Ballkan është e domosdoshme dhe arrihet vetëm përmes respektit dhe bashkëpunimit, thot Meaj. Shumë e djume më kanë kërkuar sqarime lidhur me dronët kamikaz që tashmë kanë ardhur nga shteti mik turk. Dua ta konfirmoj qartë se po gjatë kohës kur isha në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, kam nënshkruar marrëveshjet e para shtet më shtet. Tani që dërgesat janë të dukshme për të gjithë, është e rëndësishme të sqaroj një gjë. Mënyra se si u arritën marrëveshjet shtet më shtet shpesh është keq kuptuar. Në atë periudhë, blerjet e armatimeve për ushtrinë dhe policinë shpesh kryheshin përmes kanaleve të ndryshme administrative. Me mbështetjen e kryeministrit Kurti si ministër, kanë vendosur dhe zbatuar një sistem të marrëveshjeve shtet me shtet në përputhje me praktikat e NATO-s, përmes të cilit na është mundsuar blerja e kapaciteteve strategjike në mënyrë transparente dhe të koordinuar. Këto marrëveshje na japin mundësinë të porosisim pajisje të ndryshme sipas nevojave profesionale, nëse kemi buxhet dhe një vizion të qartë zhvillimor për ushtrinë tonë. Me këtë rast bëjmë thirrje që Serbia tashmë ngre retorikën luftë-nxitse dhe një herë përgjithmonë të shkëputet nga politika e ish diktatorit Milošević. Ka edhe shumë marrëveshje të tjera që do të përmenden më vonë dhe ka shumë armatime që as në ëndër nuk e kemi parë më parë. Këto punë i kam kryer bashkë me ekipin tim në Ministrinë e Mbrojtjes. Kosova dhe ADEU janë mbi të gjitha, shkruan Meaj.